Frontera sot, qendra më e madhe në Tiranë, dhe jo vetëm, edhe në Ballkan, që disponon numrin më të lartë të pajisjeve, do ju tregojmë të gjitha patologjitë dhe shërbimet që kryen në këtë klinikë. Pajisja Again Pro, sot gjendet tek Frontera, është pajisja e fundit për epilimin, vetëm 10 minuta total body. Në këtë manipul mund t'i bien vetëm një herë të gjithë trupit. Ka dhe pajisjen tjetër që është NDIAG, që duhet të bëjmë telektazit e fytyrës, vena spider dhe mykun e thojve. Onda Pro Plus, një pajisje e dekës me 2 manipula, shallow dhe deep, që kuron pjesën sipërfaqësore dhe pjesën e thellësisë. Është për djam, celulit dhe për efektin tightening. Trajtohen pjesa e këmbëve, pjesa e krave, pjesa e barkut dhe pjesa e double chinit. Ata kanë prodhuar dhe një manipul tjetër, që është kjo vetëm për pjesën e djamës së fytyrës. Trajton në mënyrë të vazhdueshme efektin tightening për pjesën e fytyrës. Pajisja tjetër është B1, e vetmja në botë që trajton strijat, efekt të vjetër dhe të ri, duke u identifikuar nga ngjyra, të bardha apo të kuqe në bazë të ngjyrës. E vetmja pajisje që kuron tashmë të gjitha strijat, të dalë këto nga shtatzania apo në problematika të urënjës së peshës. Pajisja tjetër është pajisja Dye Laser me emrin Vascu nga Deka. Është e vetmja pajisje sot në botë dhe e vetmja pajisje sot në Shqipëri dhe Ballkan që kuron 2 patologji, keloide dhe angioma. Ndërkohë kemi edhe pajisjen tjetër, është Red Touch Pro. Ndër të paktat klinika që sot gjenden me këtë pajisje dhe Frontera sot e ka, trajton të gjitha melazmat, njollat kafe të fytyrës apo të trupit që mund t'i kemi dhe nga dielli apo nga mosruajtja kur ne kemi qenë të vegjël. Pajisja tjetër, Scalp and Shape, është një radiofrekuencë e avancuar, që është për trajtimin e fytyrës dhe për trajtimin e trupit. Përmirëson teksturën në mënyrë masive. Duhet të kemi parasysh diçka, përpara çdo trajtimi të dobësimit, shkrirjes së djamit apo celulitit, duhet të nxjerrim ujërat e tepërta nga trupi. Vibra, një pajisje që vjen nga Lugano, bën posaçërisht këtë gjë. Trajtojmë një javë trupin dhe e përgatisim për të gjitha trajtimet pasardhëse. Zhvarci, një pajisje tjetër që është për nxitjen e muskulaturës së trupit dhe ngritje e vitheve. Është një seancë zhvarci, 30 seanca palestër. Një pajisje tjetër nga Shenbi që quhet Plado. Ka 2 lloj gazrash, argon dhe nitrogen. Është antibakterial dhe përdoret përpara çdo lloj trajtimi tjetër për pjesën e fytyrës. Një pajisje tjetër që quhet CGF. Një pajisje që përmban 3 pajisje të vogla brenda. Marrim gjakun dhe e centrifugojmë në mënyrën si çdo PRP tjetër. Injektojmë në fytyrë. Në pajisjen e dytë, prodhojmë një biostimulim dhe prodhojmë një maskë që është vetëm për pjesën e injektimit dhe një soft filler që bëhet nga mjeku në kohë reale, në 2 shiringa në moment. Pajisja e tretë do na prodhoj kremin personalizuar të çdo individi që mbahet në frigorifer për 30 ditë. Një pajisje tjetër, Virtu nga Shenbi, mikrogjelpëra me radiofrekuencë të avancuar, përdoret për pjesën e fytyrës dhe të trupit, për shenja aknesh, njolla dhe të gjitha problematikat që mund të kemi nga dëmet, aknet apo nga shenjat që na kanë ndodhur në vite. Pajisja e dytë është Trikopat. Pajisja që përdoret për flokët për injektimin e shumë produkteve, që nga PRP-ja e thjeshtë, në produktet e rënjes së flokëve apo në produktet e tjera që janë hair growth. Pajisja tjetër nga Sinclair që quhet Energet. Përfshim brenda acidin hyaluronik non-cross-link të bashkuar me salin dhe vendosen në këtë shiring të madhe për të injektuar në thellësitë të lëkurës, duke shkatruar të gjitha fibrozat brenda në thellësitë të lëkurës tonë. Prime Skin Analyzer është një diagnostikim i lëkurës, i pjesës së flokëve dhe pjesës së trupit. Çdo pacient përpara çdo trajtimi duhet të kryejë një diagnostikim të tillë. Një pajisje tjetër nga Sinclair që quhet Cooltech Define, e njohur si kriolipoliza, vendoset për djamin e lokalizuar në 4 vende njëkohësisht, për pjesën e barkut, pjesën e gjujve dhe pjesën e krave. Mund të veprojnë të gjitha njëkohësisht. Pajisja tjetër është HIFU. Të gjithë ne kuptojmë që pavarësisht trajtimeve që ne mund të bëjmë për pjesën e fytyrës, një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është pjesa e qafës dhe dekoltes. HIFU trajton pikërisht pjesën e fytyrës, të qafës dhe të dekoltes në të njëjtën kohë. Në numrin e madh të pajisjeve që ka Frontera është edhe Toro.
Pico dhe Nano për të gjithë tatut me ngjyra dhe bardhëzi. Tatut e vetullave vetëm një seancë, tatut në ngjyra pak më shumë se sa një seancë, 2 ose 3. Dermatoskopia full body është e vetmja pajisje sot në Shqipëri që bën diagnostikimin e nishaneve të gjithë trupit, vetëm për 10 minuta, total body mapping. Por ka dhe një gjë tjetër të veçantë ajo pajisje. Ka dhe programin me inteligjencë artificiale të gjithë aestetiko. Ne sot mund të diagnostikojmë çfarë na duhet, pa dashur të vendosim nga mjeku, pa dashur të vendosim vetë, kush janë trajtimet estetike që ne na duhet. Pajisja brenda të detyron ty që të kuptosh çfarë ke nevojë dhe sa mililitra preparat duhet të vendosësh në pjesën e fytyrës. Një tjetër pajisje nga Deka, Tetra Pro, lazeri kirurgjikal më i njohur sot në fushën e mjekësisë estetike. Bën fraksel, djegjen e plotë të fytyrës për rigjenerimin që sot është më e njohura si procedurë. Por ndërkohë bën dhe kirurgji. Sot ne mund të heqim të gjitha patologjitë që mund të kemi në pjesën e fytyrës e në pjesën e trupit, që nga njollat, nga shenjat, apo problematika të ndryshme siç janë keratoza apo nishane, gjithmonë pasi ne kemi diagnostikuar më herët. Pajisja tjetër, përsëri nga Deka, Lipo AI, liposucion. Sot mund të heqim pjesën e double chinit, pjesën e barkut, pjesën e krave, vetëm në një dhomë kirurgjikale, siç është kjo. Karbomet, një pajisje tjetër, karboksiterapi, injektimi i dioksidit karbonit në pjesën e fytyrës, në pjesën e rrafëve të zi të trupit, duke rregulluar mikroqarkullimin apo duke trajtuar patologji të ndryshme që lidhen me pjesën e organizmit. Prime Dermafacial, e njohur si pajisja e pastrimit të thellë të fytyrës. 5 trajtime brenda: mikroabrazion, radiofrekuencë, tightening dhe pastrimi i thjeshtë.